janë zotrim i troplinve. As miza zlvizdot aty pa troplint. Dhe ky ka zgjedh Duranen. Pa kufi fare, pa asnjë lloj kufi, sa të duhen troplinët. Për të çuar ndërmarrjet pa taksa, të cilat do i paguhen taksa troplinëve. Për të listuar ndërmarrjet që don troplini aty, të regjistrohen dhe pa taksa. Durana. Nuk ka një kryeministër tjetër në thanë botë që të ketë bërë këto që bën ky. Dhe rezultati kërkon ta marrë peng në Zvicër. Ta sjell këtu. Bashkëpunëtorë në krimet e janë ata prokurorë që heshtin para kësaj situate. Po ata i kontrollon ky. Altin Dumanin e ka në xhep ky, e ka një mercenar të vetin. Dhe tani sfundi nuk heq imunitetet. Do të lutem çdo shqiptari të rikthehet pak në vitet 2005-2013. Çdo kërkesë, në mënyrë absolute çdo kërkesë, e paraqitur nga prokuroria, pavarësisht nga konsideratat politike për atë prokurore, është zbatuar pa asnjë lloj komenti. Përkundrazi, çdo ministër që u kërkuar nga prokuroria të hetohet, ka dorëzuar vetë imunitetin. Ja ku është Fatmir Mediu, imunitetin dhe dorëheqjen. Ai tjetri Lulzim Basha, 2 herë imunitetin. Ilir Meta, pa e thirrë fare ata. Merdi në zyrë, tha unë tani do jap dorëheqjen. Kjo është një shpifje që kanë bërë, është një manipulim i shiritit. Por unë nuk do shkoj atje si zëvendës kryeministër për ta sqaruar, po do shkoj si qytetar i thjeshtë. Ky ishte një kod ky është kodi i njeriut me integritet, që nuk do në të rëndoj, dhe që s'ka frikë nga asgjë. Kurse ky përdor drejtësinë, segmentet drejtësisë për të bllokuar drejtësinë. Është një lloj grushti shteti që bën. Dhe një akt provokativ nga më të ultit e kishte dërguar dje Lubi Ballokun te ura e Mifolit. Ju bëj thirrje qytetarëve, kudo që të shifni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. I në gjuhët sot ju. I në gjuhët. Po shpifet. Qa po shpifet? Më fani, hidrovore, 2 hidrovorët e Durrësit. Hidrovori Hamallës pa asnjë pompë në funksion, të vjedhura pompat dhe motorët e pompave, pompa gjigande. Këtu i kanë vu pompa nafte tani, me 30 litra ujë. Tjetër si punojnë pompat, Durrësi është përmbytur në mënyrë apokaliptike. Dhe mos harrojmë se aty ka qenë knet. Dhe nëse ujërat nuk hiqen, absolutisht aty shkon drejt knetës dhe nuk jetohet më. Dhe ky me shpifje thot. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse gjendja e jashtëzakonshme në ligjet e vendit, në kushtetut, ajo e detyron pastaj tu përgjigjet atyre qytetarëve. E detyron që fondi rezervë të Këshillit të Ministrave dhe buxhetin ta çojë drejt tyre një radhë parë. Po kjo jo thot. Po na përçajnë se kërkojnë, pra ky është mundëri
dhe të numëroj shumë e shumë. Por duhet të them këtu se kjo qeveri nuk ka asnjë orë legjitimitet. Asnjë orë legjitimitet. Është faktuar se ka ardhur nga zgjedhje farsë elektorale. Është e provuar kjo. Në rekomandimin e Këshillit të Evropës për zgjedhjet në Shqipëri thuhet, në Shqipëri të ndahet partia nga shteti. Do të thotë që zgjedhjet janë zhvilluar si në kohën e Verhoxhës me parti shtet, por me pluralizëm fiktiv. Në Parlamentin Evropian, kryetari i delegacionit Parlamentit Evropian që vëzhgoi zgjedhjet deklaroi se në Shqipëri krimi organizuar nuk lejon rotacionin politik. Pra, mban pushtetin Edi Ramën. Ndaj dhe ne, në këtë moment kritik për vendin, ndër më kritik, mendoj se duhet të ngrihemi. Duhet të ngrihemi në një përpjekje të madhe qytetare për të larguar nga pushteti këtë bandë, këtë organizat kriminale, e cila funksionon si organizat kriminale, me në krye Edi Ramën. Ideja se mund vind në heqin nga jashtë është e gabur. Është e gabur. Ideja se do të hiqet nëpërmjet proceseve gjyqësore është po kaq e gabur, sepse ai bllokon. Ai do përdor pushtetin me të gjitha forcat për të mbrojtur krimet e tij. I vetmi që nuk mund t'i shpëtoj dot është gjykatësi popull. Ndaj dhe mendoj se në frymën e përgjegjësisë më të lartë, ne duhet dalim me një forum opozitar të zgjeruar, forca politike, shoqëri civile, personalitete dhe cili do që është i gatshëm të përballemi dhe të përballemi me këtë regjim për të shpëtuar Shqipërinë. Ne kërkojmë një qeveri teknike, thjesht me dy objektiva. Së pari, përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ato nuk ekzistojnë më. Ne jemi forca politike opozitare, nuk vim në pushtet me dhunë. Jo. Ne vim në pushtet me votën e shqiptarëve, vullnetin e tyre. Por ne jemi të sigurt në absolute se ne i fitojmë zgjedhjet. Se Edi Rama s'fiton të kur ato zgjedhje. Në qoftë se nuk do të organizohet me paratë e taks paguesve 4500 ngjarje, aktivitete për të mashtruar qytetarët. Në qoftë se nuk do të falte 2 miliard euro gjoba dhe kamata 2 ditë para zgjedhjeve. Në qoftë se nuk do shpërndante 100 euro në mes të fushatës për 760.000 votues. Në qoftë se nuk do shtronte administratën në polici politike terroriste të votës, e tjerë e tjerë. Pra çfarë kërkojmë ne? Ne kërkojmë të votojmë të qetë, të votojmë të lirë. Kërkojmë që krimi elektoral të shpallet krimi rënd. Kërkojmë që ata që rrinë dur kryq ndaj krimit elektoral të ndërshkohen në mënyrën më të rëndë. Ndryshe Shqipëria të ardhme nuk ka. Historia ka provuar se zgjedhjet e lira, demokracia janë i vetmi regjim, i vetmi sistem që krijon dhe ndërton të ardhme.